Në një vjetorin e vdekjes diplomatit amerikan dhe miku të madh të Kosovës, Frank Vezner, kolegu ynë Halil Mula, në përkujtim të tij, ka shkëputur pjesë nga njëra prej intervistave të shumta me ish të dërguarin e Shteteve të Bashkuara për bisedimet për statusin e Kosovës. Kosovo has passed its 16th year. That means that it has made its way through its independence, has established itself. Kosova tashme po rrugton sigurt, e pavarur dhe u stabilizua e përhershme në ligjet ndërkombëtare, në hartën e kombeve të Ballkanit dhe Europës. Dhe ky është një fakt i kryer. Kosovo is a work in progress. Gjithsesi, Kosova është punë në progres dhe do të jetë për një kohë. Problemi kryesor është Serbia dhe raportet e Kosovës me Serbinë. Kisha dashur që pas kaq vitesh që të kemi raportet e mira mes Kosovës dhe Serbisë, por kjo është bërë e pamundur për shkak të qasjes së Serbisë, se pavarësia e Kosovës nuk është legjitime. And it's not proved possible because Serbia has been unyielding in its view that Kosovo's existence is not legitimate. The association of the Serbian majority municipalities. Ndërsa lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe, Vezner thotë se vazhdon të jetë guri i rënd në qafën e Kosovës, si një çështje madhore e pazgjidhur. Në bisedimet për statusin që i paraprin pavarësisë e Kosovës, ishte bindja se asociacioni nuk do të ketë autorizime ekzekutive, që përkon me sovranitetin e Kosovës, kapaciteteve të qeverisjes së Kosovës, politikës së jashtme, politikave ekonomike e tjera, por do të jetë sistem lehtësues për ide dhe çështje praktike, siç janë përdorimi i librave shkollore mes komunave në kuadër të asociacionit. Nuk është parapa që të jetë fakt politik dhe kam frikë se nëse nuk zgjidhet shpejt, sepse çdo herë që i dëgjoj serbët duke folur për të, më duket se po përpiqen që t'i japin formën e Republikës Serbe, që asesi nuk ishte qëllimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, as i Ahtisarit e as i asnjërit nga shtetet sponsorizuese të pavarësisë së Kosovës. Asociacioni i komunave me shumicë serbe duhej të ishte teknik e jo politik. That was not the idea of the United States, nor Ahtisaari, nor any of the European powers that were sponsors of Kosovo's independence. The Association of Serbian Municipalities was to be a technical, not a political fact. Kosovo is a sovereign nation. It has its own autonomy. It should pursue its own interests. But it is heavily... Kosova është vend sovran dhe ka autonominë e vet dhe duhet të ndjek interesin e vet, por duhet patur parasysh se është shumë e involvuar me perëndimin dhe në qasjen e saj ndaj interesave të veta duhet të veprojë në harmoni me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europianët, dhe pas diskutimeve mes veti të vim në përfundim së bashku. Ne, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europa dhe Kosova nuk jemi në luftë mes vete, por qëllimi ynë është një Kosovë e fortë, më stabile në një Ballkan të fortë e stabil në Europën juglindore. Balkan area in southeastern Europe. Thank you.